Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se vendi i tij do të kontrollojë të gjithë Gazën pavarësisht presionit ndërkombëtar në rritje, që shtyu atë të hiqte bllokadën ndaj furnizimeve me ndihmë përballë paralajmërimeve për një zi buke që po afrohej. Përmes një video mesazhi, Netanyahu tha se Izraeli do të arrinte fitore të plotë si me lirimin e 58 pengjeve që mbahen ende nga Hamasi në Gaza, ashtu edhe me shkatërrimin e grupit militant palestinez. Ushtria izraelite, e cila njoftoi fillimin e një operacioni të ri të premten, paralajmëroi banorët e qytetit jugor të Han Yunis që të evakuohen menjëherë ndërsa po përgatitej për një sulm të paprecedent. Edhe pse ushtria izraelite paralajmëroi për sulmin, gazetarët e Reuters pan kamion me ndihmë që po shkonin drejt Gazës veriore, pasi alarmi global në rritje detyroi Netanyahun të hiqte bllokadën e vendosur në muajin mars. Izraeli ka thënë se ndihma po vjedhej nga Hamasi, një akuzë që Hamasi e mohon. Vendet europiane, përfshirë Francën, Gjermaninë dhe Britaninë e Madhe, kanë thënë se situata në Gaza është e patolerueshme dhe madje edhe mbështetja e SBA-s duket se po lëkundet. Kombet e Bashkuara kanë thënë prej kohësh se Gaza ka nevojë për të paktën 500 kamion me ndihmë dhe mallra çdo ditë. Sulmet izraelite gjatë natës ndërmjet të hënës dhe të martës vranë të paktën 60 persona në rripin e Gazës, sipas zyrtarëve shëndetësor palestinez.